Në qarkun e Vlorës nuk do të ketë ripërsëritje të zgjedhjeve. Kërkesa e opozitës është rrëzuar. Komisioni i Ankimeve dhe Sanksioneve ka bërë me dije se pas mbledhjes u vendos me shumicë votash për miratimin e tabelës zgjedhore për qarkun Vlorë. Më herët ishte kërkuar nga opozita për shpalljen e pavlefshmërisë të këtyre zgjedhjeve. Lidhur me këto 43 qendra votime të cilat ishin raportuar me 0 fletë votimit të papërdorura, siç e thash edhe më përpara, rezulton 21.868 fletë votimit të papërdorura të evidentuara gjatë këshyrjes dhe në bazë të raportimeve është një fletë votimi e dëmtuar. Ndërkohë, nga raportimet që kanë bërë grupet e numërimit të votave, në sistem rezulton 7.436 fletë votimi, pra vota në kutitë të votimit. Numri fletë votimit të prodhuara për këto 43 qendra votimi është 29.416 fletë votimi. Për opozitën në qarkun e Vlorës ka patur problematika kryesisht me fletët e votimit. Për rreth 40 qendra votimi, 111 fletë votimi, afërsisht 3 vota mesatarisht për 3 fletë votimi. Mesatarisht për qendër votimin në qarkun Vlorë që nuk dihet se ku ndodhen dhe mendojmë që në sajt argumentimit ton për kërkesën ankimore, mendojmë që na vlen për të faktuar që ka pasur parregullsi në qarkun Vlorë dhe këto nuk prekin vetëm bashkinë e Vlorës, por prekin një pjesë të madhe të bashkive të këtij qarku, duke filluar patjetër nga bashkia Vlorë dhe duke vijuar pastaj me bashkinë Selenic, Sarand, Finiq, dhe janë paka shumë këto 4 bashki që janë të prekura nga ky fenomen. Pas debateve dhe diskutimeve është rrëzuar kërkesa e Partisë Demokratike për ripërsëritjen e zgjedhjeve në qarkun e Vlorës. Që i qëndroj atyre si të prapësimeve të bëra dhe komenteve gjatë seancave për qarkun Vlorë dhe duke referuar atyre përfundimisht kërkoj rrëzimin e kërkesës ankimore dhe lënien në fuqi të vendimit numër 1316 dhe 23/5/2025 të komisionerit. Faleminderit. Po, faleminderit për administratën e KQZ-s. Ju i qëndroni pretendimit për rrëzim? Faleminderit. Po, i qëndrojmë pretendimit për rrëzim, duke qenë se vendimi 13/16 i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve është i bazuar në ligj dhe në prova dhe për këtë motiv do duhet të lihet në fuqi nga ana juaj. Faleminderit. Mirë, faleminderit. Edhe vendimarrja në lidhje me qarkun e Vlorës do të shpallet sot në fund ditës, pasi të mbarojnë dhe shqyrtimet ankimore të tjera që janë në rendin e ditës.